Ish prokurori i Vlorës Aurel Zarka i është drejtuar gjykatës së lartë me rekurs ndaj vendimit të gjykatës së apelit posaçëm, e cila rrozoi vlerësimin e shkallës së parë dhe i riktheu çështjen për gjykim, duke e konsideruar atë dhe 3 të pandehur të tjerë si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Relatori i rekursit është caktuar gjyqtari Sokol Binaj, i cili në vijim do të përcaktojë datën e seancës. Në vendimin e tij, apeli i posaçëm arsyetoi se provat dhe rrethanat e dosjes tregojnë qartë se të pandehurit kanë bashkëpunuar në mënyrë të organizuar për disa çështje, ndryshe nga vlerësimi i prokurorëve të çështjes dhe i gjyqtarëve të shkallës së parë, që i cilësoi rastin si bashkëpunim të thjeshtë në rrethana rënduese. SPAK akuzon Zarkën dhe persona të tjerë për ushtrim të ndikimit palishëm në 8 çështje të ndryshme penale, që hetohen në 4 prokurori, të lidhura kryesisht me aktivitetin e krimit të organizuar, përfshirë pastrimin e parave dhe kultivimin e narkotikëve. Ndër rastet më të njohura është dosja Toyota Yaris, e hapur pas sekuestrimit të 3.4 milion eurove të fshehura në 2 automjete të përdorura të ardhura nga Belgjika në portin e Durrësit në qershor 2018. Në shkallën e parë, Zarka u dënua me 2.8 vite burg në kuadër të gjykimit të shkurtuar për veprat penale të ushtrimit të ndikimit palishëm dhe korrupsionit, vendim që tashmë ai kërkon ta rrëzojë përmes gjykatës së lartë.